të qeverisë Kurti. Dhe mendoj që kolegët kanë ngrit mjaft çështje, kanë ngrit mjaft dyshime për mënyrën se si është menaxhuar sektori i energjisë, që edhe prokuroria dhe institucionet drejtësisë natyrisht me humor më për ofër me këto çështje që kemi ngrit në kuvend. Natyrisht, për ndryshim prej vetëvendosjes, Partia Demokratike e Kosovës e kryen punën e vet brenda organeve që i kanë dispozicion si opozitë dhe brenda kuvendit, ndërsa pjesa tjetër natyrisht i takon institucioneve të rendit, hetuesisë, prokurorisë. Do të kthehemi tek kuvendi dhe tek vendimet pas pak Zonja Ramaj, por tek kishit dje mbledhjen e Këshillit Drejtues që u vendos pas asaj mbledhjes së kryesisë së PDK-s dhe përfundimisht u bë e qartë që më PDK s'ka asnjë opsion të themi kështu për të diskutuar për çështjen e presidentit. Si e shihni tani ju rrugdaljen, sepse gjasat pra do të jenë maksimale që vendi do të shkojë në zgjedhje. Kryeministri në anën tjetër sot tha prapë se ka shpresë ai se do të mund të zgjidhet kjo çështje me legjislaturën aktuale dhe këtë insistimin që po e bën vazhdimisht që ai s'mund t'ua jap presidentin partive cilat thot ai as nuk kanë mundësi që t'i bëjnë nënshkrimet për ta vendosur një kandidat të tyrin. Tani ka dhe një farë lloj ndryshimi, themi kështu që mund të jetë edhe normale të gjuhës edhe të kryeministrit, pra nga ajo që takimet ishin shumë konstruktive me opozitën, tash ka filluar kjo çështja pak a shumë e fushatës dhe kush tash ta marr fajin që vendi prap të shkojë në një proces zgjedhor që do të ishte i pesti brenda as 2 vjet. I kisha nda 3 çështje. Mas pari çështjen e fajit. Çështja e fajit është narrative vetëvendosjes edhe kryeministrit Kurti, sepse ideja është që nëse flasim për fajin, nuk flasim për problemin. Problemi është krejkëpot kryeministri Kurti dhe vetëvendosja e qasja e tyre ndaj mënyrës qysh udhëheqet shteti. Nuk është Partia Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës historikisht e ka dëshmuar që midis interesit kombëtar edhe partia gjithmonë e ka vendosur përpara interesin kombëtar, interesin shtetëror. Është dëshmuar. Edhe në 2014 kemi pas një situatë ku është dashur me bolshime, edhe me bo kompromise, sepse kjo është demokracia. Por si me i binë qytetarët, Zonja Ramaj, si me i binë qytetarët? Ti ndojnë qështjet, një është qështja fojt. Për shkak se edhe në vitin e kaluar, me gjasi bjenë që vetëvendosja arriti me i binë qytetarët që opozita e blokoj kuvendin për një vend. Do dalë edhe aty. Rreth 50 seanca e në muaj të provu me zgjedh kryetare në kuvendit edhe vetëvendosja në asnjë moment s'ka pranu asnjë lloj kompromisi, që është fjala më normale në demokraci, sot o ka ofron kryetare në kuvendit. Do më thonë, ata nuk kanë konsistencë. Ideja është me bloku institucionet, me marë në kontrol shtetin, komplet me marë në kontrol, kritë pozitat e rëndësishme me marë në kontrol. Sot kryeministri Kurti ja nisi me kriju një analogji në një prej fjalëve që kishtohen para medjave, kish fillu me kriju një analogji me aplikimin për vendet punës e çka është demokracia. Mendoj që kryeministri Kurti mas pari vetë du të më ullë me lexu çka është demokracia. Kryeministri Kurti kur një vet punë nuk ka mbajt. As një trafik se ka menaxhu. Puna e tij e parë është me udhëheq shtetin. Kështu që s'është punë me menaxhu partinë, po thoni. Ajo është dalë edhe aty. Ato që ka bën parti është njeriu i parë që në kulturën politike në Kosovë e ka shti dhunën politike, gjë që s'ka ekzistuar përpara, si ka bën der as kombit, as shtetit, sherrën jemi ato apo ende, sepse ju ka thonë qytetarëve është normale kush t'pëlqen opinioni dikujt tjetër me urrejt, me kërcënu me jetë, me bë dhunë, me ushtru dhunë mbi oficerët policisë Kosovës, me shoh shtetin, me i djeg institucionet tona, me janë shti flakën. Do më thonë, nëse që ajo quhet eksperiencë pune, atëherë unë nuk kuptoj pra çka është puna. Kështu që